Në këtë rast, duke qenë se dhe ju jeni nga Vlora, a mos ndoshta Edi Rama e kishte tepruar qoftë edhe me Vlorën konkretisht, pa marrë parasysh edhe mënyrën se si ka qeverisur gjithë Shqipërinë? Unë në perceptimin tim ai e provoj të shqiptar, se vlonjatët i ka favorizuar, por vlonjatët kanë një tjetër karakter, kanë, domethënë nuk nëse të mbështesin ose jo, nëse thonë jo dhe ka marrë fund kjo punë, vlonjatët kanë një karakter, nuk e di, por janë më të vendosur, janë më kërkues, i shkojnë deri në fund çdo gjë që kërkojnë dhe s'ka kthim pas. Kështu që unë mendoj se atje ishte derdhja e gotës. Aty filloi gjithçka, edhe trekja zvarr e një qytetari shqiptar ishte domethënë si them të ndezja të revoltën dhe që pasoi njëra pas tjetrës deri në kërkesa për dorëheqjen e kryeministrit. Në këtë rast, si e shikoni fundin e Edi Ramës, mund t'i vi nga vetë kjo protest, apo mund të ketë edhe një qëndrim të Shtetet Bashkuara të Amerikës, nisur nga gjithçka që po ndodh, duke qenë se edhe ngjarja u bë mjaft ndërkombëtare, duke qenë se ishte i përfshirë dhëndri i presidentit amerikan Donald Trump, Jared Kushner dhe vajza e tij Ivanka Trump. Shqiptarët janë më pro-amerikanë në botë, dhe kjo dihet botërisht. Nuk janë kundër investimeve, por kërkojnë transparencë. I nderuar, aty bëhet fjalë për Sazanin. Sazani gjithmonë ka qenë një pikë strategjike. Unë nuk jam ushtarak, nuk jam ekspert i fushës ushtarake, por me sa kuptoj unë, me optikën e një qytetari të thjesht, zotëri aty duhet të ketë transparencë. Aty duhet të parë kontratat se si janë realizuar këto kontrata, çfarë interesi ka shteti, sa është pjesëmarrja e shtetit në një rast lufte, çfarë aksesi ka shteti në tek Sazani. E të tjera janë pyetje që më shumë i bëjnë ekspert ushtarak se sa unë që jam jurist. Unë mund të them vetëm të sa i përket transparencës, kontratave, marrëveshjeve me shtetin e të tjerë. Pra, apo kjo tokë ishte përfundimisht dhe shqiptar nuk kanë akses më në Sazan. Pra, kjo aty s'ka transparencë dhe kjo është sepse është pikë strategjike i nderuar, po edhe mos ishte pikë strategjike, për çdo centimetër katror, çdo milimetër, jo për çdo centimetër, duhet të ketë një transparencë. Domethënë çdo shtetar, administrator, sepse këta e quajnë se bën mbretër kur marrin detyrën, çdo shtetar, çdo administrator i shtetit duhet të jetë shumë transparent me publikun, sepse në fund të ditës produkti i votës tonë është ai kryeministri që ishte aty. Pra nuk është ai vajtje katapultoi nga rruga vajtje atje, po e çoi ky popull. Dhe detyrimisht ka të drejtë të kërkojë llogari për çdo veprim që bën. Ose duhet të ishte transparent duke treguar të gjitha, sepse vetë qëndrimet e kryeministrit për mua janë kontradiktore, janë të paqarta. Çka ka sjellë këtë revolt, sepse qytetarët nuk janë më qytetarë që mund manipulojnë sot i nderuar. Qytetarët janë të zgjuar sot, janë të gjithë qytetarët janë hapur në përballje, kanë parë domethënë demokracinë botërore, sidomos perëndimore, se si funksionon, si dëgohet zëri qytetarit. E të tjerë. Nuk është edhe një qytetar të ishte nëse unë do të isha kryeminist do të dëgjoja. Jo më qindra mijëra qytetarë që lënë punët e tyre, dalin për ditë aty në revolt, në protest dhe kërkojnë të dëgjohen. Çfarë kërkojnë qytetarët? Thjesht të dëgjohen. Atë janë të rinj, atë janë familjarë, atë janë të tjerë. Kështu që për sa përket marrëdhënieve me Shtetet Bashkuara, ne i kemi patur, amerikanët janë shumë të kujdesshëm, nuk fillon Amerika me familjen Trump dhe mbaron me familjen Trump. Amerika aty ka qenë, aty do të ngelet. Do ngelet superfuqi botërore dhe të paktën edhe për shumë shekuj të tjerë. Kështu që ata din shumë mirë që ne jemi pro-amerikanë dhe s'kemi asnjë gjë me familjen Trump, asnjë gjë me familjen Bush e të tjera. Ne kemi probleme me veten tonë, se nuk jemi të zotë të zgjedhëm lider të caktuar, lider vizionar, sepse këtu mungon vizioni i nderuar. Në momentin që mungon vizion, në momentin që mungon transparenca, këto kanë sjellë pasoja të rënda dhe të cilat sot i paguajmë ne si popull dhe në vend të merreshim me punë të tjera, merrem me protestat që kanë filluar dhe kanë shqetësuar gjithë opinionin publik pa diskutuar ndërkombëtar. Shtetet e Bashkuara të Amerikës pritet të dërgojnë në Shqipëri një ambasador i cili ka përvojë ushtarake, siç është Eric Vend. Në këtë rast, a shikoni që Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të kenë një qasje tjetër gjeopolitike në rajonin e Ballkanit dhe konkretisht me Shqipërinë
Dhe a mendoni se vetë ky ambasador do të ketë një qasje tjetër kundrejt politikës shqiptare? Amerika, do të thënë, unë mendoj se do të thënë, qasjen politike me Shqipërinë ka të qartë dhe nuk ka asnjë lloj devijimi. Se çfarë përfaqëson i nderuari ambasador, unë nuk mundet të them dot sepse s'mundet të analizoj këtë vendim të Washingtonit, por mendoj se ai do të jetë një ambasador, një diplomat amerikan, i cili vjen me misione të veçanta dhe do t'i realizojë. Unë nuk mundet, sepse tash unë nuk jam një analist politik dhe mundet të jap një analizë të thelluar në lidhje me këtë aspekt. Kështu që unë jam një jurist dhe jam një avokat. Zoti Baza, edhe pyetja e fundit, si e shikoni rolin e SPAK-ut në gjithë këtë histori, po themi, sa i përket procesit, sa i përket protestave, por ndërkohë nga ana tjetër, nëse Edi Rama jep dorëheqjen, cili do të jetë fati i tij përballë drejtësisë? Që të keni gjë parasysh, duke qenë në staturën e gjithë atyre prokurorëve të SPAK-ut, sepse unë kam qenë pjesë e përzgjedhjes atyre, madje në disa kam qenë relatori tyre. Unë po them që aty ka prokurorë shumë të aftë, të cilët patjetër jam i bindur që kanë filluar verifikimet dhe pse jo nesër mundet të ngrënë dhe akuzë, nëse mundet konstatojnë qoftë dhe një veprimtari antikombëtare, antikombëtare e të tjerë kundër kujdo zyrtari shqiptar qoftë se ka cënuar interesat kombëtare shqiptare. Pra unë mendoj se SPAK-u po bën punë vet dhe SPAK-u nuk del publik se çfarë detyre do bëjë. SPAK-u bën veprimet e veta, bën ashtu sikur se bëri dhe veprimet, sekuestroi më njëherë aktet e çështjes së Zvërnecit, kërkoi masa arresti me burg për një seri personash, një numër të madh personash, e të tjerë sekuestroi dhe llogari bankare. Pra, SPAK-u i ka të gjitha kompetencat, sepse prandaj është ndërtuar si strukturë për të dalë në mbrojtje të interesave më të larta të shtetit në raport me shtetarët shqiptarë. Pra, sepse SPAK-u s'merret me qytetarët e thjeshtë, nuk merret mua sot si avokat SPAK-u vetëm nëse unë bëj një vepër penale të korrupsion. Pra sot, ndërsa dje kur isha në Këshillin Lart të Prokurorisë, merret drejt për drejt nëse unë konsumoj një vepër penale brenda atij misioni që kisha si mandat kushtetues, si antar apo dhe zëvendëstar zyrtar i Këshillit Lart të Prokurorisë, apo qoftë dhe kryetar detyrë kur isha pak kohë. Kështu që unë mendoj se SPAK-u do i kryej këto veprime dhe SPAK-u është gati. Nëse SPAK do konstatojë, nuk do jetë dhe çudi që SPAK-u të kërkojë dhe pezullimin e kryeministrit e të tjerë sepse njëse procedurash kushtetuese të cilat nuk janë objekti i kësaj, sepse ato janë objekti i SPAK-ut nëse konstatohet dhe provohet që ka elemente veç penale. Qoftë të shpërdorim detyrës. Pra SPAK-u i ka gjitha kompetencat. Pra ju mendoni se SPAK-u mund të ndjekë të njëjtën rrugë si në rastin e Belinda Ballukut, që mund të kërkojë dhe pezullimin e kryeministrit? Nëse askush i nderuar nuk është imun, as presidenti, as kryetari i kuvendit, as kryeministri, as ministrat, askush nuk është imun karshi detyrës shtetërore. Askush nuk është imun. Koha mundet devijojë, por unë shpresoj se të gjithë janë dhe mendoj se të gjithë janë të barabartë para ligjit. Dhe prandaj kjo strukturë është investuar nga miqtë tanë predimor, sidomos Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pikërisht për këtë aspekt, pikërisht për të marrë të pandehur, sepse çdo shtetar shqiptar u bën të papreshëm. Dhe ngritja e asaj strukture ka dhënë efektin e vet, ashtu sikurse juve e dini, dhe pse jo mund të ketë dhënë frikën edhe tek ky kryeminist aktual nëse mendon ai se mundet të konsumojë penale. Kështu që SPAK-u i ka gjitha kompetencat, ata janë të aftë, janë prokurorë të aftë të gjithë, unë kam fati që i njoh që të gjithë këta prokurorë, unë gëzoj një respekt maksimal për mbi 90% të këtyre prokurorëve, kështu që besoj se i kanë të gjitha aftësitë për t'i dalë për zot detyrës kanë. Zoti Baza, unë ju falenderoj që ishit në Agora News. Faleminderit për ndërmarrje. Sukses. Të dashur shikues, bashkë do shihemi në intervista të tjera, por mos harroni të bëni subscribe në kanalin tonë në YouTube.